I takon partisë së parë që të bëjë zgjidhje këtë kuptone. Partitë tjera nuk kanë numra, si duke s'ka partia parë numrat e nevojshëm. Kemi dhënë një propozim që të bëhemi bashkë e dalim prej kësaj krize, se o turp është marrë që ka po ndodh këtu. Më shumë se kaq LDK s'mund të bëj. Nuk ka çantë magjike LDK që të zgjidhë të gjitha problemet. Duhet kompromis, duhet të ulemi të bisedojmë, të flasim për zgjidhjen eventuale që i duhet Republikës Kosovës. Nuk kemi këto diskutime, këto janë pozitat për cilat LDK-ja ka pozicion të qartë, duhet marrëveshje politike, e kuptoni, s'është procedurale. Procedura po përdoret për të komplikuar dhe për shpërfaqjen e betejë artificiale. Kush i ka fajt e kush s'e ka fajt. E vërteta është e vetme dhe është e thjeshtë, i kik 48 deputet. Edhe në çfarë fuqie politike është mi pas 48 deputet. Dhe nuk jenë gjendje me ul me dikën, me bë zgjidhje për me bë shumicë dhe thua që kjo s'është urgjencë. Kjo tregon qartë se çfarë gjendje jemi. Prandaj mos pritni prej LDK-s magji se s'mund të bëjë gjë të tilla. A na tregoni për një temë që keni me diskutuar, për takimin që jeni dakordu? Me kë? Me zotin Dima. Do të flasim për shumë çështje të bashkëpunimit, po afron zgjedhjet lokale. Shqiptoni, LDK-ja është duke u marrë me zgjedhje lokale tani. Nuk mund të bëjmë zgjidhje në një parlament ku partia parë me 48 deputet nuk do të bëjë zgjidhje. Nuk do të lëviz, nuk do të bëjë kompromis, edhe insiston në vazhdimsi të krijojë ambiente të tilla cirku. A mund të ketë një bashkëpunim me nismën për çështje lokale, por jo për parlament? Ne shqiptoni, ne mund të flasim për shumë tema, por do të flasim për zgjedhje lokale sepse po na afrohen. Natyrisht. Faleminderit shumë.